Shtëpia në rrugicën e ngushtë të Stambollit mbante ende nxehtësinë e ditës kur Ela u kthye. Era nga Bosfori përzihej me erën e blirit erë, por brenda 4 mureve të shtëpisë, ajri ishte bërë i rënd virë. Ardi nuk e priti në derë. Ai rrinte ulur në divan, me telefonin në dorë e i zbet si hiri cigarës së tij të shuar pra. Kur Ela hyri dhe ndes dritën ajo pas sytë e tij. Në ata sy nuk ishte më burri që ajo njihte. Ishte një i huaj që digjej nga brenda. A e di sa orë ke kaluar në telefon këtë javë? E pyeti ai, me zë të ulët. Ela u përpoq të buzëqeshte, por të qeshurat i ngriu në fyt kur pas ai po i mbante telefonin e saj. Ai ja hapi ekranin asaj. I ke shkruar kushëririn tim. Netëve. Fjalë që s'duhet i lexoj një burr për gruan e vet. Dhe ai të ka quajtur ëndër të humbur. Ela hapi gojën të thoshte diçka, ndoshta se ishin vetëm mesazhe, ndoshta se ajo po kërkonte ndihmë për punën e saj, ndoshta se ai e keq kuptonte. Por para se të dilte asnjë fjalë, një gotu përplas në mur e keë. Më pas një karrigera. Më pas, britma e saj. Fqinjët, të cilët gjithmonë kishin thënë se çifti ishte i qetë, nuk e njihnin atë zë. Ata njihnin zilinë e mëngjesit kur Ela u jepte ushqim maceve të lagjes. Njihnin përshëndetjen e ngrohtë të Ardit në xhaminë e lagjes. Por këtë të mbrëmje, ata njohën frikën kur policia hyri. Ela ishte shtrirë në dyshemen e kuzhinës, pranë tiganit që ajo nuk pati mundësi ta ngrohte kurrë. Ardu ul në qoshe, me kokën në duar sikur të donte të hiqte nga kujtesa minutat e fundit. Nuk rezistoi, telefonat u sekuestruan. Kushëriri, një djalë i ri me sy të përlotur, u mor në pyetje për orë të tëra. I thoshte hetuesve, nuk ishte dashuri. Ishte vetmi. Ne flisnim për jetën. Për ëndrat. Nuk e kam prekur kurrë. Por fjalët e tij tani ishin si thika kishin prerë një martesë. Dhe më pas, një jetë. Lagja nuk fliste më për motin, as për çmimet e bukës. Të gjithë kishin një pyetje në gojë. Si mund të mos shohësh një stuhi që vjen kur ajo është pikërisht në shtëpinë pranë? Mëngjesi tjetër, dielli ngjitej përsëri mbi xhamit dhe kupolat e jedhe, por në shtëpinë e vogël me blerina, perdet qëndronin të mbyllura sa dëllagjentë dhe kese. Një zë në radio fliste për tragjedinë në rrugicën e Hirit. Dhe në tryezën e hetuesve, mes provave dhe dëshmive, rinte një pyetje e pashkruar. Çfarë vret më shpejt një njeri, xhelozia apo fjalët që nuk tha kurrë? Ela ishte zhdukur. Ard ishte në pranga. Dhe kushëriri, në një kafe të lagjes, i shikonte WhatsApp-in e tij të zbrazët dhe përshpëriste. Nuk e dija se fjalët kishin kaq shumë pesh, por natën, kur era nga Bosfori kthehej, banorët e rrugicës betoheshin se dëgjonin ende britmën. Jo si fantazmën por si kujtesë. Si një histori që nuk duhet harruar kurrë, se ndonjëherë xhelozia nuk vjen si zjarr, por si një heshtje që mbytet në një ekran telefoni.